Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në Medinën e ndritur. Dua të ofroj një përmbledhje të përgjithshme për Medinën e pejgamberit alayhis salam e pastaj edhe për xhamin e tij, Mesjidun Nabi alayhis salatu wassalam. Emri Medinës nuk ishte Medinë para se të vinte pejgamberi alayhis salam në Medinë, ishte Yathrib. Është pejgamberi alayhis salam ai i cili e themeloi dhe e emërtoi Medinën me këtë emër, një nga emrat e bukur të Medinës. Pastaj në njëherë posa pejgamberi alayhis salatu wassalam erdhi nga Mekka në Medinë në vitin e parë të Hijretit, e themeloi Medinën dhe e ndërthoi xhamin e tij. Xhamia ishte vendi dhe toka ku pejgamberi alayhis salam ndërtoi xhamin në Medinë, ishte pronë e dy jetimëve. Ata shprehen dëshirën që ta bëjnë dhuratë për Islamin dhe për muslimanët, por pejgamberi alayhis salam refuzoi dhe e bleti tokën e tyre dhe ndërtoi xhamin në këtë lokacion. Brenda xhamisë pejgamberit alayhis salam, në një aneks të veçantë ndodhet edhe vari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vari i dy shokëve të tij më të afërt, Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhum. Xhamia e pejgamberit alayhis salam gjatë historisë prej themelimit të saj ka pasur disa ndryshime në aspektin e ndërtimit. Mund të themi faza e parë është pikërisht kur pejgamberi alayhis salam ndërtoi xhamin e tij. Pastaj karakteristike ndërtimit të xhamisë pejgamberit alayhis salam ishte një ndërtim të thjesht me tulla balte, shtylla prej trungut të hurmës dhe çatia e xhamisë ishin prej gjethëve të palmave të hurmës. Xhamia shfrytëzohej dhe shërbente përpos si vend adhurimi, shkollë mësimi, mbledhje dhe tubime të ndryshme për besimtar, për lloj halle që ata kishin, si dhe strehim për të varfërit, sikurse që janë ashabus sufe.